Përshëndetje të nderuar të shikues ministeret në jashtë kontrollit, jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të hënave mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Kam ftuar avokatin Leonard Karaj, avokat kënaqësi që të kam. Rezart Kthupi, avokat kënaqësi që të kam. Arber Hitaj, koleg gazetar. Arber, kënaqësi që të kam. Do ta nisim avokat si gjithmonë me ty, me lajmin që gjykata kushtetuese ka rrëzuar qeverinë. Do më thonë, Erion Veliaj mbetet në detyrë, kishim debat para se kishim, do më thonë, gjatë gjithë kësaj jave, a do mbetet apo jo, kemi tashmë një vendim. Si e lexon këtë? Në kuptimin juridik të gjës, pastaj dalim në kuptimin politik. Të them që u shokova për mirë. Kjo është ndjesia e parë. Ngacmuese për shkak domethënë se unë ndaj zotit Veliaj ka qenë gjithmonë një kritik i madh për mënyrën se si ai ka bërë politikë dhe ka drejtuar Bashkinë e Tiranës. Gjithmonë kam qenë idesë domethënë që zoti Veliaj e meriton hetimet që po i bën Spaku, pa dashur domethënë që t'i bëj prokurorin e tij, por në rastin konkret nuk kam asnjë ndonjë lloj problematike që të bëj avokatin e zotit Veliaj në këtë lloj çështje, sepse nuk po mbrohet Erion Veliaj, po mbrohet kushtetuta, po mbrohet një parim që është vendosur sot fatmirësisht nga gjykata kushtetuese, fatmirësisht sepse do kishte hapur një spirale të tmerrshme juridike në raport me qeverisjen vendore. Në qoftë se do ndodhte e kundërta, pra në qoftë se gjykata kushtetuese do t'i jepte të drejtë VKM-s së Këshillit të Ministrave dhe dekretit të presidentit Begaj, do ndalem aty pak më vonë sepse kam shumë merak domethënë këshilltarin e zotit Begaj, domethënë atë juristin e madhërismin e të zotit Begaj. Në qoftë se do ndodhte kjo, atëherë të gjithë kryetarët e bashkive do ktheheshin në drejtor të kryeministrit. As zëvendës ministra, po drejtor, se zëvendës ministri ka prefekt. Si drejtor, fjala vjen. Po sepse ata domethënë atje ke vënë se si i rreshton Rama ata dhe i thot ti se s'ma solle hartën mua, po ti titri çka ke bërë ti kështu që bën batuta domethënë si puna e duçes në kohët. Po me tani do ta bënte se këtë e bën parimisht ai, politikisht. Politikisht. Tani do ta bënte me ligj. Pra në qoftë se sot Erion Veliaj do ekzekutohej juridikisht, atëherë do kishim një spirale të tmerrshme të asaj që unë e quaj autokraci totale të kryeministit Rama mbi gjithë pushtetin. Unë e kam pas një qasje, me thonë tretin dhe s'duhet bëj domethënë këtu e thash unë apo e tha ti, dhe herën e kaluar të pata thënë të gjitha versionet dhe e kam pasur idenë domethënë që kjo histori do shkonte në këtë lloj qasje edhe për shkak të mënyrës se si është ndarë sot gjykata kushtetuese, me atërmbetje dhe me përplasjet që ka aty brenda saj, por edhe duke lexuar veprimet e Edi Ramës. Cilat ishin veprimet e Edi Ramës? Jo më lërak se sa para një jave, kur ai ndau komisionin për reformën territoriale dhe komisionin zgjedhor, zonja Ogeta Manastiliu ishte një nga pjesë e këtyre komisioneve. Në qoftë se nuk do ta kishte këtë lloj qasje kryeministri, ai që di gjithçka në këtë botë, të sigurisht domethënë që nuk ishte arsye domethënë që ta fuste zonjën Ogeta Manastiliu në atë lloj. Ai shef gjithçka. Absolutisht, Zeusi në tokë. Për shqiptarët po njerë, po ka filluar Kthup bëjmë çik xheloz po do duash, u jep mend edhe europianëve. Nuk kemi arritur ta kalojmë pa historinë, po do ta kalojmë. Marr nga ditët tona. Marr nga ditët tona, fiks, kjo është historia. Çfarë bani për vetë katës kushtetuese avokat? 2.000 duan për vetë. 5-3. 5-3 do të thotë që jepjani ditës. Ka ngel 3 surrogato akoma në gjykatë kushtetuese që nuk e lexojnë ligjin ashtu siç duhet, sepse edhe një herë oret duhet të zhveshim idenë Erion Veliaj nga parimi kushtetues. Parimi kushtetues është i thjesht fare. Ti o zotëri nderuar kur ti jep një vendim si gjykat, ti do duhet gjëja më kryesore nuk është vendimi i rit. Është proceduraliteti deri te vendimi. Çfarë ngatronte kaq shumë Këshilli Bashkiak që ta thriste Erion Veliajin aty?
Dakor. Çfarë e pengonte që ta bënte të gjithë procedurën? Çfarë e pengonte VKM-n e Këshillit, ata këshilltarët e famshëm të Këshillit, e mbarova ata këshilltarët e kryeministrisë që kur bën VKM-n më thosin bazën e 162, sepse nuk ishin tek gjykata administrative, por në bazën e 115 të kushtetutës. Sepse me këtë lloj qasje dhe për pastaj që atë desha të thoshë, çfarë pengonte gigantin, më të mirin, më të zotin ndërnesh juristët, zotin Ilir Usmali, që të priste, siç thot ligji, 15 ditë dhe pastaj ti thoshte Bajramit nxjerr dekretin. Presidentit. Razart, si e shikon këtë vendim gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka pas një dilemë shumë interesante. Dilema ka qenë ndërmjet dy qëndrimeve. Para punës, nëse do ta pranonte jurisdiksionin dhe lëmin kushtetues në raport me kërkesë padine e zotit Veliaj. Kjo ka qenë realisht edhe pyetja kryesore që shtruan gjykatë kushtetuese, dhe kërkesa e vazhdueshme edhe e Këshillit Ministrave dhe e Presidentit Republikës, bazuar mbi disa precedentë që gjykata kushtetuese i kishte marrë në vitin 2023. Dhe nga krahu tjetër, diskutimi nëse do hynte në themel, a do të qëndronte apo nuk do të qëndronte dot vendimi i Këshillit Ministrave. Personalisht unë kam ndjekur me shumë kurështi edhe profesionale atë gjithë seancën maraton shtatorëshe në gjykatë kushtetuese. Dhe në përfundim të seancës kam patur bindjen që nëse gjykata kushtetuese do të kapërcente ngërçin ose interpretimin raport me gjykimin kushtetues, nëse ishte kjo çështje që duhet shqyrtoj nga gjykata kushtetuese, vendimi i Këshillit Ministrave nuk mund të qëndronte në këmbë. Për gjitha ato shkelje që ishin bërë, mund të rendisin pafund. Në para punës unë mendoj që ai vendim është vendim politik, nuk është vendim administrativ. Zoti Veliaj është shkarkuar politikisht dhe duhet të shkuar dhe komisioneri për diskriminimin që të merrte edhe një vendim mbrojtës nga komisioneri për diskriminimin për shkak se shkarkimi i tij është politik. E dyta, proceduralisht shkarkimi nuk qëndronte në asnjë nga hallkat e tij, që duke filluar që nga vendimi i Këshillit Bashkiak, nga dosja dokumentare që plotësonte vendimin dhe pastaj nga sjellja që pati Këshilli i Ministrave në kohën e marrjes vendimit. Dhe për sa kohë gjykoj që gjykata kushtetuese e ka kapërcyer diskutimin raport me jurisdiksionin e saj, nëse ky VKM ishte ky vendim i Këshillit të Ministrave hynte në lëmin e gjykimit kushtetues, më në fund kemi zgjidhur një dilemë shumë të madhe dhe jam shumë dakord me Nardin kur thotë që kemi kaluar një risk shumë të madh kushtetues. Që do të thotë, nëse gjykata kushtetuese për fatin tonë të keq do të kishte vendosur kundër zotit Veliaj, do të ishim në ato raste kur Këshilli i Ministrave do të fitonte një pushtet të jashtëzakonshëm. Këshilli i Ministrave, kryeministri burr? Kryeministri. Okej. Unë kur them partia them Lenini, kur them presidenti them gjithmonë kryeministri, do të fitonte një pushtet të jashtëzakonshëm në raport me mundësinë për të shkarkuar, qoftë në mënyrë të paligjshme, gjithë kryetarët e bashkive. Sepse nëse gjykata kushtetuese do të thoshte që kjo gërm e nenit, për pika 62C, nuk hyn në lëmin e jurisdiksionit kushtetues, do futeshim në një spirale gjykimesh administrative që nuk kanë fund. Që do të thotë kryetari i partisë, i shtetit, i kryeministrit diell që kemi, mund të shkarkonte çdo kryetar bashkie, qoftë dhe pa drejt, duke lënë pastaj që kjo çështje shqyrtohej në gjykatë administrative, shkon në ca fate jashtëzakonisht gjata. Edhe thelbi shqetësimi që ngriti Velia sa e krahasoi domethënë shkarkimin e tij apo edhe arrestimin me ata që bëjnë fart në Kolumbi. Marrin peng që zoti Veliaj për mbrojtje të mirë ligjore, mbrojtje të dobët politike. Atë ka atë problem. Politikisht ishte linte për të dëshiruar. Dhe ke mbrojtje ligjore, mund ta pranoj që ishte më. Te mbrojtja ligjore ky ishte thelbi. Më mirë se avokatët. Ky ishte thelbi. Po, Arber, si e shikon këtë lajm? Kjo është fitoria më e madhe e zotit Veliaj që nga dita e arrestimit deri sot. Është një fitore shumë e madhe, jo vetëm ligjore, ka aspektin ligjor që ka shumë të rëndësishëm, ka një efekt besoj unë do jetë edhe politik, por edhe në procesin e tij, edhe sidomos në betejën më të rëndësishme që është betejë ndaj Spakut. Se në fund fare betejë kryesore është ajo. Betejë me GKK-n, me Spakun e tjerë. Dhe duhet të pasohet besoj edhe me veprime të tjera ligjore nga avokatët e tij, edhe pse ata i kanë zëruar shkallët e gjyqësorit, pjesën më të madhe, por kjo në një farë mënyrë tregon atë që zoti Veliaj ka thënë që në fillim, që shkarkimi i tij ishte i padrejtë. Se kemi të bëjmë me çështjen e shkarkimit, kemi të bëjmë me çështjen e arrestimit, do t'i lidhim pastaj se
Dhe i jep një bonus të betejën ligjore, i jep një lloj shprese që mund edhe të dali i pafajshëm në fund të procesit gjyqësor. Do diskutojmë edhe politikisht. Mund të dali. Okej, vetëm për ta Që do thotë edhe mund mos dali. Vetëm për ta shtuar. Do diskutojmë çfarë do prodhoj politikisht. Pas kësaja, po amendsoj pak. Po unë e besoj këtë që amendsoj. Unë besoj domethënë që Erion Veliaj për vit të ri është në shtëpi. Sepse Në çfarë mënyrë? Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese i arsyetuar, unë nuk besoj se avokatët e zotit Veliaj nuk do ta marrin dhe do shkojnë në gjykatën në GKK për të kërkuar zëvendësimin në masë të sigurimit personal për zotin Veliaj. Kjo pak po e sigurt. Pra do merret vendimi i gjykatës kushtetuese dhe vendimi i gjykatës i zbardhur. Avokatët do ta çojnë në SPAK, në GKK-ojë në SPAK për kërkimin e zëvendësimit të masës, sepse kjo është një precedent shumë i rëndësishëm. Dhe dy, që është shumë e rëndësishme. Ndihmon kjo. Dhe dy. Mendoj që do ta lidhë edhe me vendimin e Komisionit të Venecias. Po prit para. Besoj që do të është nart që donte të Po pra dhe dyta, jemi në kohën ku çështja e zotit Veliaj ka shkuar tashmë në gjykatë. Pra jemi në seancat paraprake të gjës. Dhe në momentin kur çështja mbyllet pra mbyllet, shto këtu edhe këtë vendim gjykatës kushtetuese, që është një peshë e rëndë, që nuk mund mos e marrin parasysh GKK-ja. Dhe atë të Venecias, unë besoj që Erion Veliaj për vit të ri është në shtëpi. Unë nuk e di këtë, por gjithsesi politikisht kjo është një fitore dhe ligjërisht. Unë lës kumar, po unë nuk po lës kumar, unë po nisem, nuk po merrem fare me atë që thotë, jam dakord. Unë edhe pak këtë po thua Arberti është, po nëse ja del që të lirohet pastaj ka një gjë. Jo të lirohet, mos e ngatroj. Jo, të dal nga burgu. Ai do dalin me mas sigurimi, sepse ata do shkojnë me falo, e mbyll ata që ta mos e bëj kështu. Ata avokat ose unë po tish avokati i zotit Veliaj, do merrja vendimin e gjykatës kushtetuese dhe thotë, zoti Veliaj është kryetar. E thotë gjykata kushtetuese. Në rregull? Po. Nuk ka bërë asnjë lloj shkelje këtu, po. Çështjen juve e keni mbyllur dosje, s'keni më hetime për tek kësaja. Në rregull? Po. Pra, nuk ka çfarë prish provë Erion Veliaj më. Nuk ka çfarë intimiton dëshmitar, sepse është mbyll kjo histori. E treta është ky, le themi, po them unë i Venecias, që është konsultativ, këshillimor, por është me të vërtet një kishte interpretime shumë interesante në raport me atë që atëherë duhet të jetë Irena Gjoka që ky të mos dalë nga burgu. Pra, po si Irena Gjoka unë siguroj që të nga burgu. Por kjo është një lloj goditje edhe ndaj SPAK. Se nuk ka s'është nga SPAK apo tani. Prit. Është një lloj, jo po më lejo pra. Më lejoni pak. Pra është një lloj goditje ndaj SPAK sepse në fund të ditës ne Këshillit Bashkiak ndaj gjitha strukturave, të cilat nuk e lejuan që të merrte pjesë as në shkarkim, as kur bë shkarkimi në Këshillin Bashkiak, dhe i krijuan një lloj izolimi, një lloj situate e cila ishte, e tha dhe vetë zoti Veliaj në fakt, dhe nuk po them serial killer, se në Shqipëri fatmirësisht nuk i kemi, po është izoluar si kriminal i përmasave të rënda. Dhe ky është një vendim që bazuar në ligj, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk diskutohen ligjërisht. Pra janë është ligj. Është vulosje është ligj në nivelin kushtetues. E qasjes. Kështu që automatikisht tani unë pres që zoti Veliaj të ketë të njëjtën qasje që ka patur në gjykatën kushtetuese, pra duke mos sulmuar sidomos drejtësinë, ishte një gabim që mesa duket i kushtoi sulmi që i bëri SPAK në momentin e arrestimit, ato 2-3 javët muajin e parë, pra ishte një gabim taktik, nuk e di kush e ka këshilluar në atë moment ose ka bërë vetë, por për mua e ka qenë e gabuar dhe fakti që ka një qasje tjetër, ka ndruar edhe trupën e avokatëve, zoti Veliaj, ka një qasje më institucionale, një qasje më ligjore, pra po jep frytet e veta. Por gjithsesi, nuk mund të them që me një lule vjen pranvera. Këtu kam diferencën me nardin, që do thot nuk mjafton vetëm kaq që zoti Veliaj. Kjo është një lule më. Vitin e ri, kjo është pranvera e tërë, çapo vendimi i gjykatës kushtetuese është pranvera, çapo thua. Gjykata kushtetuese këtë vlerësime bën avokati, se është gjykatë kushtetuese. Tani sa para dakord ju të dy bashkë. Jo, bash, them këtë që në fund të ditës betejë kryesore që ka zoti Veliaj e ka me akuzat për korrupsion. Nuk i ka akuzat betejën kryesore me shkarkimin. U kalua kjo gjë. Do jetë kryetar bashkie,
dhe e meriton që të jetë sepse ka marrë vota. Në një nivel tani me Ballukun fjala vjen. Do të jetë apo se di. Tash ka vetëm një. Ato se di, po ka një diferencë. Zoti Velia është i zgjedhur, Zoti Balluku nuk është i zgjedhur. Zoti Balluku është e emëruar, po jo e zgjedhur. Pra, dhe përgjithësi Zoti Balluku është zgjedhur nga Zoti Rama. Zoti Velia ka patur bekimin e Zotit Rama, por ka marrë votat e qytetarëve. Avokat, si e shikon këtë? Mendoj që ka vetëm një lëvizje politike. Çfarë do bëjnë avokatët? Se ke lëvizja politike do dalin. Avokatët e Zotit Velia nëse do të ndjekin logjikën e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të Komisionit të Venecias dhe pastaj edhe nocionin që krijohet, do të shkojnë me një kërkesë për zëvendësimin e masës sigurimit. Që do të thotë, do kërkojnë që Zoti Velia në kuptim edhe të faktit që detyrimi, besoj një pjesë e arsyetimit që ka kushtetuar edhe çështja e detyrimit të kryetarit të bashkisë për ta ushtruar funksionin, në mënyrën se si e ushtron funksionin. Se të keni parasysh që Gjykata Kushtetuese përpos gjithë elementeve kushtetuese do argumentojë, duhet të shprehë edhe mbi logjikën e shkarkimit për shkak mosparaqitjes të detyrë. Është pasaj formulimi i dispozitës. Është themeli i çështjes. Ashtu. Dhe në momentin që do të hyjë në interpretimin e pikës 62C, thonë kur e ushtron kryetari i bashkisë detyrën. Thonë do të jetë një nga arsyet që mund ta çojnë trupin avokatëve që kërkojnë ndryshimin e masës sigurimit. Pikë në cilën Zoti Velia do gjendet ose do kërkojë të gjendet minimalisht kushtet e ushtruesit të detyrës së kryetarit të bashkisë. Jo vetëm juridikisht kryetari i bashkisë, por ai që ushtron de facto në detyrën e kryetarit të bashkisë. Këtë do kërkojnë avokatët për Veliaj. Besoj që këtu bashkohen në ardh edhe unë po tisha pjesë e trupës të avokatëve që gjëja paq do të bëhen në moment që do të zbardhet dhe do të publikohet vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Në moment që ky vendim del në fletorin zyrtar që bëhet Për sa kohë mund dalë avokat? Po mund dalë edhe deri nesër, se s'është thënë. Deri nesër, vendimi ka dalë deli zbardhur sot në Gjykatën Kushtetuese. Deli zbardhur sot, nesër avokatët e marrin e çojnë Po ja më tjetër më çfarë ka më. Po ata që na ndjekin. Ata që na ndjekin nuk do ketë zgjedhje të pjesshme në Tiranë. Po, ajo nuk diskutohet. Mbyll kapitulli, do ketë zgjedhje, do ketë zgjedhje. Mund të ketë, ka një rast hipotetik. Vetëm po të japi dorëheqjen vetë Zoti Veliaj. Që do të ishte dhe mund të kjo që Elisa i them Redit që ka një veprim politik tani. Thënë dëgjoj. Ne kemi një problem orët që është problemi i ngërçave që krijojmë, që janë ngërçe ligjore. Jo gjithmonë ligjet, dhe parimi është që ligji nuk rregullon gjithçka. Thënë janë disa gjëra që është kultura demokratike, kultura politike që duhet rregullojnë çështje që nuk janë detajuara në ligj. Thënë ne u futëm në një ngërç ligjor, por një arsye vetëm sepse Zoti Velia zgjodhi që politikisht mos vepronte. Po kishte drejt, mo. Kishte drejt. Unë nuk hyj diskutimin ka drejt. Mbaj qëndrimin e tij. Jo kishte drejt kuptimin e drejtës, po në kuptimin e një vendimi që duhet ta marr vetë. Personalisht jam i mendimit që Zoti Velia do të kishte ndërhequr shumë kohë më parë. Kjo është tjetër gjë politika. Ky është veprim politik. Dhe tani nëse ti do të tregosh ke fituar një betejë politike, do të tregosh që ti ke vlera edhe më të mëdha se betejë që fitove. Unë tisha Zoti Velia do jepja dorëheqjen nesër. Po ka një gjë do mbetej në burg. Ha? Dhe do mbetej. Po nuk është, por jo, ka një gjë që të ndodhe kjo, i bie që të mbetet në burg pastaj. Që të ndodhe kjo, mund të dalë për të njëjtën arsye. Që të ndodhe kjo, do duhej që shkarkimi sipas Zotit Veliaj të ishte ligjor. Jo. Edhe arrestimi e fitove betejën e shkarkimit. Shkarkimi është i paligjshëm. Dhe ti sot je de jure kryetari i Bashkisë Tiranë. Që do thot, po automatikisht bie kjo tezë, s'ke pse të largohesh. Do më lejoni 2 minuta, vetëm 1 minutë. Më shumë kështu. Ka me shumë dashuri. 2 skenar të mundshëm të gjithë kësaj historie, për mendimin tim. Ose këta juristët e famshëm të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, të kryeministrisë dhe të presidencës janë anaplla, janë ata të plepave që thoshin dikur, sepse unë nuk gjej dot mënyrë arsyetim sepse një jurist nuk do duhet të ndjekin proceduralisht. Ose është dhe tjetër Nardi, nuk kanë këllë që t'i thonë shefit shiko, kjo nuk bëhet. Po ata s'më le ta them deri në fund. Po më le mos u bëj tani. Pra ose janë ignorant, po e them në pak fjalë, sepse është proceduralitet. Çfarë duhet bërë në rastin e shkarkimit të një kryetari bashkie? Ti mendon se ka rënë për shkak të procedurës gjëja apo për shkak të parimit? Po parimi me qendron gjithë ata. Antarja e Gjykatës Kushtetuese, po e dëgjoja në një ka bërë një pyetje që ishte thelbi i gjithçkaje. Kur ja bëri zotit Gjigandit Rusmali. Në lidhje me kur i tha çfarë e cyti presidentin e Republikës që të mos priste afatin për 15 ditësh për të nxjerrë dekretin.
Dhe ai nuk dinte të jepte një arsyetim ligjor në raport. Avokat, kjo është baza, se në këtë logjik që thuti, po ligji është i shkruar. Mund të përsëritet, a ka, dhe kjo është një pyetje që unë e ngre tani, a ka shanse që Këshilli Bashkiak të mblidhet prap, taftoj Veliajin, të respektoj procedurën? Dëgjoj. Jo, po nëse është politikisht vetvase, jo, po juridikisht bë. Dëgjoj, më të lutem tani. Mos fut këtë. Po. Ata e shkarkuan zotin Velie sepse thanë që ke munguar 3 muaj në punë. Mungesa mbaronte në 9 maj. Pyetja që ishte logjike që u ngrit nga gjykata kushtetuese themelin e çështjes. Po pse se nuk e shkarkuat, se kërkuat shkarkimin në 10 maj? Po e keni kërkuar në 10 shtator. Se nuk vendosën mbi kërkesën e Ali Mehmetit, shpytja reale. Po bashkë, një. Pse nuk si e di Këshilli Bashkiak? Po ti je në atë shkelit afateve. Ka procedura, çështje ligjore kjo. E dyta, si është mund t'i thua që ky ka munguar në punë? Pas ka munguar në punë ky, ku e ka vend në punës ky zotëri nderuar? Se ky vend i punës këtij është kufiri territorial i Bashkisë Tiranë. Kush e mban tetorshin? Kush e mban tetorshin? Se ky nuk është në punës civil, kryetari i Bashkisë, nuk është në punës civil, më është i zgjedhur. E treta, si është e mundur, se këto janë pyetje që u bën themeli i çështjes dhe unë prandaj besova domethënë që këtu kishte mbaruar historia. Zoti Velia i ka firmosur në datën 9 korrik, 9-10 korrik. Kur bërë ato ndryshimet, Alban Dokushi do ikin, do i vjeshe kjo, ato ndryshime që ja kërkoi Rama. Pra, kur ky pas ka firmosur në datën 9 korrik, atëherë si është e mundur që pas ka qenë tani, ose firma atje në datën 9 korrik është e pavlefshme, sepse ai do duhet të ishte shkarkuar, ose ka ushtruar detyrën. Pra, o nuk je, në çik shtazan, nuk mund t'jesh. E kuptove gjën? Iku pra kjo histori. Prandaj po të flas domethënë që kjo është një çështje e mbyllur tashmë juridikisht dhe e mbaruar. Dhe këtu ka dy gjëra, ajo që sapo që do ta mbaroja. Ose këta janë ignorant fushës dhe ne i bëjmë domethënë sikur janë zotët e jurisprudencës shqiptare. Ose kur fërshkëlleni ai Zeusi, mbreti diell, këta janë domethënë edhe më keq se sa Haxhileshi përpara Enverozës. Se Haxhileshi, valla që ta dish. Jo, dakord e flasim. Presidenti i kohës ndonjëherë ja kthente fjalën Enverozës. Ndonjëherë qëllonte që ja kthente fjalën Enverozës. Këta nuk arrin as deri këtu mo. E kupton se për çfarë po flasim apo se kupton? Tani dalim tek pjesa që tham avokatët marrin, kërkojnë e çojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, kërkojnë zëvendësimin e masës, dhe i kanë të gjitha tagrat dhe provat për ta kërkuar një gjë të tillë, po të them edhe një herë tjetër. Velia i del dhe mbetet kryetar. Ai kryetar është. Varet sigurisht nga ai kryetar është. Po. Unë ta thash edhe një herë tjetër, po e bëjnë çikës dhe kështu thumbuse sa më pak atë. Vetëm Irena Gjoka mund të mos e nxjerrin nga burgu. Çdo gjyqtar tjetër aktual i gjykatës i GKK-s, gjykatës posaçme, unë besoj me vendimin e gjykatës kushtetuese, me mbylljen e timeve se dosja është në gjykatë dhe me qasjen e Komisionit të Venecias, duhet të jesh analfabet juridik që ti të mos pranosh një gjë të tillë. Dhe këtë nuk e kam për të mbrojtur për t'i bërë avokati Erion Veliaj. Thash edhe një tjetër. Për mua Erion Veliaj duhet marrë një dënim si qytetar për flas të merituar në raport me atë gjëmën që ka bërë Bashkisë Tiranë. Por kjo nuk ka lidhje me Erion Veliaj si personal. Kjo ka lidhje me pozicionin e kryetarit të Bashkisë. Me pozicionin e kryetarit të Bashkisë, sepse në rast të kundërt do dilnim te ajo pika që thash një tjetër. O Topçiu, ti ke 7 mandate atje, po të harrojnë tu pas mandatit të harrojnë pastaj ty. E kupton? Pra kryeministri i thoshte gëzim Topçiut Maliqit, ose të kanë harruar domethënë ty. Po te kryeministri jemi prap. Rezart, çfarë mendon se do të jetë reagimi i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste në lidhje me këtë vendim? Duke llogaritur pasojat që Velia i mbetet, anulohen zgjedhjet në Tiranë, Velia i mbetet kryetar, mund edhe të lirohet, siç tha avokati në atë skenarin që është shumë i mundshëm që të ndodhë. Çfarë mendon se do të prodhoj kjo dhe cili do të jetë reagimi apo qëndrimi që do të mbajë kryeministri i Shqipërisë dhe Partia Socialiste në rastin konkret? Kjo për kryeministrin jam i qartë se çfarë qëndrimi do marrë. Kryeministri ka zgjidhur këtë versionin e mos diskutimit, mos debatimit vendimeve të gjykatave, kur nuk është që i prishin një punë të madhe ose kur nuk i cënojnë në interes dhe për drejt.
Në rasti konkret është vendimi i gjykatës kushtetuese, dhe në këtë pikë nuk është që ka vend ose hapësirë shumë për të diskutuar. Mendoj që çështja ndështrohet në gjykata kushtetuese, kësaj radhe cënoi interesin e qytetarëve, se qytetarët e Tiranës kanë kaq kohë që qeverisin për kryetar bashkie. Unë nuk mendoj që Tirana sot është më keq se ç'ishte kur ishte Erion Veliaj kryetar bashkie. Ja, s'besoj fare. Bile mua më duket se më keq atë se sa tani pra. Nuk është se qytetarëve të Tiranës është bërë një dëm i madh. Megjithatë refreni politik do të jetë gjykata kushtetuese, vendosi interesin e një individi përballë interesit të shumicës qytetarëve. Ndërkohë që e vërteta. Jo, ky është qëndrimi që do mbajnë deklarativ. Ky është qëndrimi deklarativ. Po në kuptimin e akteve. Unë nuk mendoj, unë ta thash rreth për mendimin tim nëse kryeministri do një përpjekje për ta nëpërmjet Këshillit të Bashkisë. S'ka, nuk vetëm rruga është të ripërsërisin një procedurë, po me rezultat ndryshëm. Ndërkohë që mendoj që politikisht do ishte vetvrasje e madhe që ti të ripërsërisësh një procedurë për shkak të Zotit Veliaj dhe për një afat që duhet përfundoj brenda 6 muajsh. Kish parasysh që në 6 muajt e fundit vitit nuk lejon më zgjedhje për. Po na realizohet një skenar, një miku jon këtu e tha, kjo po bëhet qeveri Veliaj të dalë, po nuk e besuam kur e tha. Po avokat. Ore, shiko, tu duket çuditshme ty që në orën 5 sot që s'lajmërohet asnjëherë mbledhja e qeverisë, fiks në orën 5 kur do dilte vendimi i gjykatës kushtetuese, kryeministri Mbreti Diell lajmëroi mbledhje qeverie? Ti mendon domosdoshmë që Edi Rama nuk e ka ditur se çfarë vendimi do marrte gjykata kushtetuese? Jo, më se atë. Nuk e di. Okej, në rregull, ke drejt. Gjykata kushtetuese. Pra po flasim. Jo, po flasim, një minutë tani. Po flasim për një gjykatë kushtetuese që nuk e kontrollon Edi Rama, avokat. Sepse po i thua Mbreti Diell, po ndërkohë është shumë e vërtetë. Nuk e kontrollonte kur ishte puna për atë Gjadrin, atë drejt po si ta lexojmë për marrëveshjen me imigrantët, nuk e drejton për atë. As për Orta Xhaçkën, po për në rastin konkret, apo e ndihmon Rama Veliajin me këtë vendim. Ta shpjegova. Është mënyra se si është kalopsuar ngritjet e brendshme brenda gjykatës kushtetuese, më zotrin nderuar. Gjithçka nuk ishte reflektuar një vit më përpara. Një vit më përpara nuk bëhej debati a do ishte Orta Xhaçi apo jo. Sot nuk është, dhe nuk e ka më kryetaren. Një vit më përpara nuk bëhej më debat a do ishte Soni Labetja apo jo. Sot nuk është më. Një vit më përpara ti kishe me 9 antarë, nuk e ke me 8. Pra, kanë lëvizur ujëra dhe aty te gjykata kushtetuese, oret. Dhe po thua që po normal, Rama nuk i ka më, le të themi, kuotat e influencës saj të mëdha. Dhe unë po të themi një gjë tjetër ty. Një vit më përpara unë të siguroj që nuk do bëhesh asnjë lloj debati për Naureda Llagami. Do ishte aty gjykata kushtetuese. Ta siguroj këtë unë ty. Po një vit përpara. Po fakti që sot kanë lëvizur pra ca ujëra. Si ta lexoj këtë kanë lëvizur ca ujëra se. Po çfarë ujëra lëvizën se ajo zonja Llagami doli te përgjimet me Klotida Bushkën? A doli aty te përgjimet me Klotida Bushkën? Po, si po, do pak ty ajo. Jo, ato i diti, se pasohet juridike të asaj, nuk i di unë i diti. Faktë është domosdoshmë që doli një vendim i gjykatës që brenda 3 viteve kishin kaluar 3 shkallë gjyqësori, ndërkohë që unë rrezi presim 20 vjet. Për Tiatin. Për 3 milion euro. Faktë është domethënë përplasjet që kanë ndodhur midis kryetarit të KED-s, që është sot dhe kryetari i gjykatës të lartë, Sokol Sadushi, si me kryeministrin dhe me gjykatën kushtetuese. Pra duhet të lexosh gjithë aureolën e politikës dhe juridikut. Shqiptar për të marrë vesh domethënë se çfarë ndodh aty, o zotri. Po, një version ndryshëm kanë ardhur. Ha, më në burr. Pse mendon ti që ky vendimi është kundër interesave të Edi Ramës? Jo, unë e thash, unë kam patur këtu një mikun tonë që s'po e përmend emrin, që e tha këtu live, tha, dhe gjitha kjo po bëhet që Veliaj të lirohet, po në atë kohë domethënë e morën me shumë. Nuk është vetëm ky problemi, thonë, në gjendjen aktuale sot, a ka interes vërtet Edi Rama të futet një palëzgjedhje në Bashkinë Tiranë? Po i shpalli zgjedhjet. Interes ka, mo. Të shpallë zgjedhjet në dëgjoj një sekond, se ka kaluar nga shtatori, jemi në nëntor, ka kaluar shumë ujë në Rrogos. Mos s'ka ndryshuar në gjë për tani orës tani, mos na çuditë. Nuk është që po them që ka drejtuesja e qarkut ka probleme ligjore. Urdhë? Por nuk është më një probleme ligjore. Po pse në shtator si kishte? Jo, dëgjoj, janë tjetër gjërat publike, tjetër gjërat private. Kundër teje se po thotë që gjykata kushtetuese apo jo? Jo, unë jam i mendimit gjykata kushtetuese kishte shumë pak hapësirë për të dhënë një vendim ndryshëm nga ky.
Flasim profesionalisht tani, për te i tyre. Po të marrin... Politikisht i intereson Ramës kjo po thua avokat? Mendoj që Rama nuk humb të gjë nga vendimi. Në dy rastet. Po supozojmë që është i gatshëm shkojnë në prezidentë Bashkisë së Tiranës, nuk humb të gjë. Të shkon në prezidentë do i fiton. Po doli hapur kundër Veliaj, dhe Veliaj i bëri hapur presion të paktën aty në dëshminë që bëri te gjykata kushtetuese. Jam rritur shumë gjatë. Po kujt i doli hapur mo? Po e konsideroj veten të marrë peng nga banda narkotrafiku si Kolumbi. Po kush është banda që e mori peng? Banda e Farkut. Banga e Farkut. Po pra, jo. Dhe Veliaj, kur kishte mundësinë që të përplasë politikisht me personin që tashim lë ta mbaroj këto. Po mbaroj, nuk ka. Kur kishte mundësinë që të përplasë politikisht me personin që presupozohet që ka urdhëruar bandën ta marrë peng, tha, unë dua të shikoj në sy ato bashkëpunëtorët e mi në Këshill Bashkiak. Po pse ata të Këshill Bashkiak shkarkoi ty? Zoti i falt tha. Ata e shkarkuan. Zoti i falt. Doridi ata e shkarkuan. Ata i mblodhën një ditë të bukur dhe i thanë, zotri do ta shkarkojmë të njeriun. Doli ky i gjati dhe tha, dielli që kemi në drejtimin e qeverisë dhe tha, tash i tha do ta shkarkojmë Erionin, tha se qytetarët e Tiranës kanë nevojë. Qytetarët e Tiranës kanë nevojë që drejtohet bashkia, jo të jetë shumë drejtim me korrespondencë. Po Rama e shkarkoi Veliaj, nuk e shkarkoi Këshilli Bashkiak. Ti ishe për Këshillin Bashkiak që shkarkuar që me kërkesën e PD-s. E shkarkuan kur u tha i pari i Partisë Socialiste, tha do ta shkarkojnë Veliaj. I mblodhi dhe në selit Partisë Socialiste, u tha dhe do ta votoni. Dhe çfarë bën? E bën dhe votimin të hapur, që mos kishte burr nëna që të votonte kundër. E ti do shkoj dhe do shikoj në sy Erioni. Erioni e bëri presionin shumë të lartë para gjykatës kushtetuese. Antarëve të Këshillit Bashkiak e bëri kur aq hapur. Antarëve të Këshillit Bashkiak e bëri presion. Jo. Në latnën kupton dhe gjatë gjithë kohës latnën kupton. Po mirë, nëse i ka bërë presion tash do ta shkarkojë Noel Aristani si kryetare deleguar të bashkisë, se ka është ligjërisht kryetar bashkie sot. Nesër mund të çohet që në thotë nuk pëlqen Noel Aristani si kryetare deleguar bashkisë, do vej Nardin. E bën do të që të kuptosh me vetë sa e madhe është lufta politike. Po s'është tash. Dëgjoj, nëse ti do të bësh kjo betejë politike, matëm ke ky, po i gjyq ti poshtë. Ky skenari që kundërshtove avokatin lidhje me gjykatën kushtetuese që i the intereson Ramës. Është win-win-win, është situatë cilën fitojnë të gjithë. Gjykata kushtetuese ruan atë që është rendi kushtetues, më në fund dha një vendim që na shpëton nga një idiotësi e kryeministit tonë dashur. Sot Veliaj krijon këtë hapësirë ligjore që të shkojë nesër pas të kërkojë një masë të ndryshme sigurimi, dhe Rama shpëton nga zgjedhjet në Tiranë. Për mendimin tim, sot që flasim, Rama nuk ka asnjë lloj interesi të futet një fushatë zgjedhore në Tiranë. Pse do ta riskoj kur mund ta shtyj pas një vite ta bëj fushatën kur do të bëj për gjithë Shqipërinë. Nuk ka sot asnjë interes. Po pse e vendosin shtator? Me këtë pikën e tretë po më çudit fare. Pse, avokat? Po pse ishte tjetër gjë në 11 shtator kur e tha që Florbina e mundte Ogerta Manasiliu. Jo, unë. Jo, këto janë merr Toska që kisha këtu sa për shkak sondazheve, do të bësh përqeshur pastaj. Jo. Dhe këtu jemi në seriozitet total. Tash ne dy duhet të bim dakord për një gjë. Në Shqipëri zgjedhjet nuk fitohen, humben. Po mirë, ai kishte të sigurt humbin atë. Jo, humben. Kështu që mund mos i fitoj Flori, po mund t'i humbi Ogerta. Pa lajmë tani se nuk e besoj këtë unë tani. Po, ekziston si mundësi. Po jo, ekziston. Unë nuk po them që Flori do shkëlqej tash do bëj. Ekziston dhe mundësia që tani të bijë internet ne të bijmë këtu brenda ne orëve. Dhe kjo ekziston si mundësi, po unë po të flas domethënë për gjëra. Kam besim që Redi nuk na fton kur bie internet. E para punës, ky vendim tregon edhe një herë që atë që ne kemi thënë shumë herë që sistemi i drejtësisë nuk është një sistem drejtësie i kapur. Sepse është thënë shumë që janë njerëz të kapur. Duhet bësh një diferencë ndër fjalën i kapur dhe indikuar. Tani i kapur është shumë larg. Indikuar, opozita thot kamikaz, terrorist, organizatë kriminale. Po duhet ta. Po fal, po ai është kryetari i partisë më të madhe opozitare. Po nuk marr si referencë opozitën. Po tash hajde flasim për ku të gjuna Gronshehin, po diskutimi është ai që vërtet rrezikon mbështetjen e Ramës. Ai është. Tash nëse se kët nuk e mbaj dot. Nëse ti do të thuash se Berisha po mbaj xhika vallaj. Ka realisht pushtetin e Ramës, këtu mund të çohemi dhe tikim. Dgjoj, jam dakord me këtë, sepse probabiliteti është. Tani është probabiliteti ulët apo i lartë, por është. Kështu që edhe me këtë jam dakord. Po nuk duhet të kapem me gjëra të vogla, duhet ta shkojmë në makro. Pra është një lajm shumë i mirë që demokracia në Shqipëri funksionon, po funksionojnë institucionet e drejtësisë. Është një lajm inkurajues. Për sa kohë mund të jetë inkurajues, pra kur e ndërhyn ekzekutivi duke kryer një manovër që të gjithë e thanë në fakt
pritjes së vërtetës është e palishme, ja që ka filtra të tjerë kushtetues, ligjor, të cilët i thonë stop, kjo ishte e padrejtë. Ky është aspekti pozitiv dhe pjesa që duhet vlerësuar. Tani pjesa tjetër që vjen më pas. Gjithsesi, pavarësisht gjithë zhvillimi pozitiv, Bashkia e Tiranës duhet të gjejë një të mesme të artë. Pra tashmë palët duhet të shkojnë në një lloj negociate, mendoj unë, që ndoshta ka qenë e refuzuar. Palët dhe ke fjalën Velia i Rama? Velia me Partinë Socialiste. Duhet shkojnë në një negociate, duhet gjetur një mesme artë, sepse ka një gjë. Qartazi, unë nuk jam dakord me atë që thanë kolegët pak më herët që Tirana është më mirë pa Erion Veliajin. Tirana nuk është më mirë pa Erion Veliajin. Sepse qartazi bie në sy që tek mbeturina që kemi lagje, hiqen me më vones, pastërtia, ka një ritëm më të ngadalë Tirana që nga ike alergimi zotit Veliaj, nga punët, sidomos në përditshmëri. Kjo mund të vijë për shumë arsye, mund të ketë dekurajim të stafit, mund të ketë neglizhencë, munges e kërkesës së llogarisë, por bie në sy që Tirana nuk është e njëjta po për keq. Por thënë këtë, unë nuk po them që duhet kthehet Veliaj, nuk e caktoj dot unë. Jo, kjo është interesant. Duhet gjetur një mesme artë. E mesme artë kush është? O duhet shkohet në zgjedhje dhe të ketë një kryetar bashkie, dhe unë besoj që palët do ta gjejnë një pikë të përbashkët. Unë nuk besoj që do vazhdoj pafund kjo aventurë ose kjo betejë që zoti Veliaj e ka me drejtsinë, por në mënyrë indirekte ka dhe me Partinë Socialiste. Pra, është një betejë që në thelb ka pjesën ligjore, që është me institucionet e drejtësisë. Po që Veliaj të mbroj Manastirliun si... Por është edhe pjesa tjetër, jo, po s'është vetëm ajo. Jo, është... Por është edhe pjesa tjetër ligjore që ka të bëj me pjesën politike, që ka të bëj me atë që zoti Veliaj nuk e ka me PD-n. Madje Partia Demokratike e ka vlerësuar, zoti Berisha sot e quajti guzimtar, mos gabojmë. E quajti guzimtar, po dhe shiko si e ka quajtur tani. Apo mirë, tani. Shiko si e ka quajtur tani. Sot thamë. Asnjë, jo. Kjo vendimi gjykatësve që zbatuan ligjin si një dhuratë që Edi Rama, që nuk një asnjë ligje morali, bëri pa dashje kundërshtarit të tij kryesor brenda në parti, Erion Veliajt. Mirë, tani se ka lavdruar, ishte një dhuratë pa dashje. Jo, dhuratë që Rama i bëri. Kundërshtari i Ramës thotë. Po, i Ramës në Partinë Socialiste. Gjithsesi, zoti Berisha sot tha guzimtar, i paska qëndruar, mendova që do ta ndryshonte, po i paska qëndruar këtij varianti. Por në fund të ditës, ai që duhet të jetë personi më interesuar që zoti Veliaj ta humbiste këtë betejë është Partia Demokratike, sepse nëse ka patur një rreze ose një përqindje që të dilte mirë në këtë zgjedhje, të kishte një humbje dinjitoze, do ishte me Erion Veliaj dhe enturazhin e tij të izoluar. Nëse zoti Erion Veliaj del, enturazhi i tij del nga qelita, automatikisht unë besoj që do ketë një pakt të madh me socialistëve, që sidomos për zgjedhje. Dhe automatikisht Partia Demokratike ka zero shans. Ndërsa shansin do ta kishte me Erion Veliaj, aq përqindje të ulët brenda. Më pëlqeve te pjesa që thotë duhet bëj negociat Veliaj me Partinë Socialiste. Aty do shkoj. Shanse aty do shkoj gjë, mendoj. Veliaj, domethënë, apo karriera e Veliajt të rikthehet në kuptimin që të ketë shpresa që nesër Veliaj të vazhdojë të mbetet, le të themi, një figurë konkurruese brenda Partisë Socialiste. Probabiliteti është, pra unë kam të njëjtin qëndrim, gjësa është 1% është 1%. Është e ulët. Me këtë, nëse del, flasi shkoj skenari. Diskutimi është ky. Në çdo situatë unë analizën e kthej ndryshe, e kthej në sensin e 1%-shit. Pra nëse ka 1% probabilitet, ekziston. Është mundësia që i të vetë dhe më shumë, por beteja tashmë, prandaj them që kjo është vetëm një lule, por nuk është pranvera. Të gjykatës kushtetuese e shikon si një ndim të Ramës për të rikthyer Veliajin apo nuk e shikoj dorën e zotit Rama këtu për hir të së vërtetës, sepse simbolikisht po themi ligjërisht në gjitha gjërat zoti Rama ka dalë që ka bërë një gabim. Pra ka dalë që ka bërë një gabim në urdhërimin e shkarkimit, ka dalë që ka bërë një gabim, nuk ka dëgjuar juristët, pra nuk shikoj Ramën që të ketë fituar gjë nga kjo situatë. Nëse shikojmë në makro që ndoshta sondazhet që unë nuk i di, e kanë nxirë fitues Florian Binajin, që unë nuk e di. Atëherë ndoshta kjo, po unë nuk besoj që ka pasur një sondazh që nxirrte fitues Florian Binajin. Unë do të them një episod, dhe ku kam ndryshuar unë qasjen për gjërat, sidomos me ato që janë me 1% ose me 5%.
Do të them një histori me zgjedhjet kur u bën për herë të parë për Shtëpinë e Bardhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ndiqja shumë me vëmendje kur ishte Donald Trump përballë Hillary Clinton. Dhe gjitha mediat për së vërtetës, mediat ndërkombëtare, atëherë u shitën. Dhe atëherë u blen nga demokratët, nuk u blen në zgjedhjet e vitit kaluar. Por gjithsesi, ishte ndruar diku te $270 milion në reklama që kishte harxuar zonja Clinton me enturazhin e saj në mediat e mëdha botërore. Dhe zoti Trump dilte diku me një diferencë gati 20-30%, pa ishte diku 70 me 30. Po, aq shumë u bindën të gjitha sa dhe këta do të shkon takoni dhe Hillary Clinton. Nëse gjithsesi, dhe më kujtohet, ishte një lajm i The Financial Times, një nga gazetat më të njohura të përditshme botërore. Dhe kishin bërë një intervistë sepse kishte spikatur ambasadori i Malezisë. Dhe ambasadori i Malezisë kishte vajtur dhe tek shtabi elektoral i Donald Trump dhe kishte kërkuar më jepni pjesën që ka të bëjë programi juaj për politikën e jashtme. Po. Dhe gjitha mediat u habitën, janë çmendur këta si ka mundësi, demokratët do fitojnë rezultate 70. Edhe morën një intervistë dhe i thot, shikoni, thot, unë vajta e takova, thot, jo sepse duhet kisha një kontakt me republikanët se ne kemi. Por desha, thot, sepse të shikoja ç'më ndon kandidati tjetër, po i thënë ishte i humbur. Pa i mund të jetë i humbur, i thënë, po i ka 30% probabilitet. Dhe 30% probabilitet nuk është pak. E njëjta gjë edhe për rastin konkret. Ka 5% nga 10%. Zoti Berisha ka 30% probabilitet të rikthehet. Nuk është pak gjithsesi. Avokat, fatin politik të Veliajt dhe le të themi, a e shikon këtë një përpjekje të Ramës për ta balancuar situatën në Partinë Socialiste? Ndër që Rama nuk ka kundërshtar brenda Partisë Socialiste, ndryshe nga ç'pompohet lart e poshtë, veç zoti Veliaj është i kundërshtari i tij brenda Partisë Socialiste. Nuk ka asnjë veprim të zoti Veliaj që mund ta ngrehet atë në nivelin e kundërshtarit politik të zotit Rama. Zoti Veliaj është një shërbëtor i bindur i zotit Rama, i cili, në moment caktuar i thoshte edhe që të çojë në orën 5 mëngjesit dhe të hyrë në shkallë. Këtë nuk e bën një person që ka ambicie politike. Dhe një person që ka ambicie politike krijon figurën e vet, jo figurën e Shegertit. Dhe figura e Shegertit nuk ndihmon ty tezesh përpara në politik. Sa shanse ka të rikthehet? Për mua zero shanse. Për mua, një vetmi rast hipotetik në cilin zoti Veliaj do të arrinte të rikthehej në një politikë aktive, do të ishte nëse do të fitonte këtë betejë që ka me drejtsinë. Po që unë shikoj një betejë shumë të gjatë, dhe për më tepër është e para nga disa beteja që ai do të ketë përpos kësaj. Dhe nëse nuk e fiton këtë betejë, nuk ka mundësi të ketë një karrierë politike në të ardhmen. Avokat, nuk ishte asnjë një gjë më tepër asaj që fatin politik të Veliajt, nëse lirohet dhe nëse mund të ketë një negociat, se arbri solli term shumë një negociat Partisë Socialiste për rikthimin e Veliajt sërish në një, le të themi, figurë konkurruese, një figurë që mund të pretendojë edhe të vazhdojë mandatin e tij. Unë besoj që Erion Veliaj do dënohet. E kam bindje të plot këtë, duke parë dosjen që Spaku ka përgatitur për të dhe është vetëm një pjesë e dosjes. Ju harroni që Erion Veliaj sot është vetëm, ajo për cilën e kamuflon më së shumti është pastrimi i parave, mos deklarimi i pasurisë dhe pastrimi i parave. Por ju harroni atë që zoti Veliaj është implikuar te 5 Maj, i cili është në hetim, është implikuar te incineratori, te ekoparku. Pra, janë një sër vepra të teatri, për të thënë. Një sër vepra të tjera penale të cilat zoti Veliaj mund t'i ngrihen së shpejti nga Spaku. Pra, unë besoj që Erion Veliaj nuk i shpëton dot një dënimi nga gjykatat tona. Dhe në momenti kur ai do dënohet, 2, 3, 4, 5 vite, nuk e di domethënë se çfarë dënimi mund të marrin, ai politikisht është i mbaruar, i përfunduar. Kështu që në këtë aspekt unë nuk shikoj as edhe një gjë, as një lloj të ardhme, për te asaj që thot arbri, domethënë që ka një përqindje 1% apo 0.1%. Jo, ka 0.000% që ai të kthehet në politikën aktive, kështu sikundër tregojnë gjërat. Ka një gjë për ta bërë pak dhe debat, meqense kishën shumë të qetë deri tani. Po, nuk duhet që një vendim, mendoj unë,
një vendim I tillë që vjen nga gjykata kushtetuese të merret si një lloj kapriço nga instancat e tjera të drejtësisë nga SPAK. Po s'është kështu ajo. Jo, po them unë. Po s'është. Pra nuk duhet të merret si një lloj kapriço që ti nxjerrim një akuzë tjetër tani dhe që ta dënojmë se s'bën. Jo, nuk ka lidhje kjo me këtë. Nuk do të funksionojë kështu. Po unë mendoj që gjykata kushtetuese nuk se ka hetim, është marrë I pandehur, ka akuzë, më thash jam është tjetër gjë. Unë besoj që gjykata kushtetuese. Po jo të bëre për kapriç. Se kam me ty këtë, e kam me drejtsinë. Atëherë, unë besoj që një njeri, dëgjon Ardi, ku jam te pjesa ime. Një njeri I cili ka një akuzë, ka 2 akuza dhe I kalon këto akuza, drejtësia nuk duhet të jetë me paragjykimin për të bërë politikë dhe ta dënojë se s'bën atë të nxjerrë akuzat të tjera. Unë po them një gjë tjetër. Vendimi I gjykatës kushtetuese sot vërtet ka shkaktarin Veliaj, por nuk ka qenë një vendim për Veliajin. Patjetër, sekretarin e bashkisë po patjetër. Hiqi emrin Velia është goditje për SPAK-un avokat? Jo, nuk është fare, nuk ka lidhje me SPAK-un fare. Se s'ka lidhje me SPAK-un. Ti po mban brenda një njeri, edhe pasi ke mbyllë hetimet. Se ka mbajt SPAK-un. Po mban brenda një njeri që duhet të jetë në krye detyrës. Ti të fryrë. Ti të bën kaq. Po s'man në SPAK-un brenda, më të marr gjykata. Po më gjykata drejtësia. SPAK-u e kërkon. SPAK-u kërkon që janë hell më burr. Mirë. Po më dakord drejtësia, po nuk është goditje. Jo, është një lloj goditje. Është një lloj goditje në kuptimin juridik gjës, po se thotë ke mbajtur izoluar. Gjykata kushtetuese ajo po se më shkoj vetëm, do më shkoj gjuhët e fjala shpull, një shpull për sistemin tonë drejtësisë. A di kur e bëjmë fajun SPAK-un ose prokurorinë në rastin konkret? Për të japë rast konkret. Përpara një 10 apo 15 ditësh u dha një vendim nga gjykata në lidhje me ish drejtoreshën e kadastrës Durrës. U kërkuar 7 vite burg për atë zonjën, me gjykim të shkurtuar dënuar me 4.8 vite burg dhe ajo nga gjykata u la në shërbim prove, pra as edhe një ditë burg. Në qoftë se këtij vendimi SPAK-u nuk do të shkojë me ankim në GKK, atëherë do të them domethënë që kjo nuk është më prokurori. Dakor. Unë këtu e vë në diskutim profesionalizmin ose jo të organit të prokurorisë. Unë nuk merrem me organin e prokurorisë sepse organi I prokurorisë kërkon shumë apo kërkon pak. Është në takin e tyre, mund ta kërkoj edhe në mënyrë arbitrare, më zotëri nderuar. Dakor. Por ama është gjykata rregullatori I gjithçka. Dhe për ta mbyllur atë që thot Nardi. Po. Nuk është se ka bërë shkalla parë, shkalla 2, ka shkuar dhe në shkallë 3 zotë Veli. 3 shkallët kanë në fuqi. Velia I tha po përdoret sistemi për të bllokuar, po përdoret pra, ai E tha në fakt për Këshillin e Bashkisë edhe për kryeministrinë, po ishte edhe nën kuptimin edhe për drejtësinë. Nëse del Erion Velia në një mas sigurimi më të lehtë se sa kaq, atëherë Ilir Metës duhet I ngrenë piedestal më burr. Sepse ky zotëria këtej, jo vetëm që I ka akuzat shumë herë më të lehta, I ka shumë herë më të lehta se sa Erion Veliaj, por nuk mund të thuash që ky prish prova sepse ato për cilët akuzohet Ilir Meta është bëhet fjalë për vitin 2010-2014 më burr. Avokat, dalim pak tek Belinda Balluku. Bravo, aty ku duhet. Çfarë po ndodh me Ballukun, për çfarë akuzohet? Domethënë të premten, sepse ditëve të tjera kemi folur gjatë gjithë kohës në mungesë të informacionit, tashmë Balluku është marrë e pandehur. Pyetje, çfarë po ndodh, për çfarë akuzohet? Unë bors malli tha dhe polli 1.000. Po. Jemi pikërisht në këto kushte përsa I përket thasha themnaje së madhe që rrotullohet rreth politikanes Belinda Balluku, sepse unë nuk po dua t'i bëj prokurorin asaj, me qef do t'ja kisha bërë jo prokurorin, po do kisha bërë Ariani Çela për të, po për të ruajtur profesionalizmin edhe seriozitetin e gjës, ndërkohë që akuza për të cilin I është ngritur zonjës Balluku është me utall. Me utall. Pse me utall? Por gjoja prate. Shkelje e barazisë në tendera. Ministri s'bën tendera vlla. Tenderat I bëjnë ata KVO-ja dhe njësia prokurimit. Pse akuzohet Balluku? Po mi pra është marrë e pandehur. Po mi pra prandaj po thashun jam në kaluar. Po prit drejt. Dakord avokat. Faleminderit. Avokat, po. Nuk vazhdoni juve, nuk flas më. Jo, vazhdo. Po mos më ndaj prepesh me fjali për lutem më burr tani. Është ajo që thua ti sepse do dal diku tjetër. Ti kapesh me një fjali timen, me një fjalë. Vazhdojmë. Dakor, vazhdojmë. Nies më vazhdo. Unë po merrem atë çfarë ka deklaruar SPAK-u, shkelje barazisë në tendera. Po dhe unë po të them, kjo është të tallesh me njerëzit.
Kjo është të tallësh me njerëzit. Sepse zonja Balluku ose ka bërë korrupsion të qëndësishëm, ose është politikania më e pasur në këtë vend. Kështu duhet ta di shqiptarët. Kështu është. O avokat, po fillimisht në çfarë na elaboro pak më shumë tezën. Po ta them pra. Jo, po. Në qoftë se ti po e jeton për tunelin e Llogaras dhe për tunelin e Llogaras. Po pra, dhe unë them që zonja Balluku në tunelin e Llogaras ka hedhur firmën e vet dhe në bazë të deklarimeve që ka bërë dhe zoti Arben Ahmetaj si ish numri 2 i qeverisë. Në bazë atyre, Spaku nuk shkon, nuk i gjen 50 milionë euro aty të dëmit ekonomik të shkaktuar shtetit shqiptar, është problemi i tyre. Në qafë se nuk bën pik dyshimi fare, 94.000 euro në ditë për tigrat e firmosur nga zonja Balluku, që rrin aty në gjirin e Vlorës, po mirë, qose s'bëjnë sens për Spakun, 180 milionë euro të energjisë elektrike të prokuruar. Rime diskutojmë po duash, po fillimisht, ora unë duhet kuptoj, në që fazë ndodhet dosja e zëvendësisë? Hetimi, është thjesht një fazë hetimore. Është në fazë hetimore, por parajsa ka shprehur zyrtarisht deri tani Spaku, për mendimin tim është, ta them edhe një herë tjetër, po tallet me njerëzit. Okej, e vetmja, domethënë akuzohet si vepër penale vetëm për shkelje të barazisë tendera. 3 vite burr. Nuk ka tjerë. Dhe nuk ka përshkruar as edhe një ditë. Nëse do vjelemi këtu, 3 vite është maksimalja? Po, dhe nëse do rrim këtu, thash dhe një tjetër, nuk ka fare me zero as edhe një gjë. Kur sudunua kjo drejtoresha që i kërkoi Spaku 7 vite, edhe nuk bëri asnjë ditë, imagjino për Belinda Ballukun. Tani për çfarë po flasim taj? Kjo është nëse çështja e kalon gjykatë nëse do shkojmë këtu thash. Në qoftë se pastaj ti e nis me shkeljet barazisë në tendera dhe pastaj mrapa rrugë duke jetuar. Dakor, sa mundësi ka të jetë kjo tjetra? Nëse niset me këtë. Po në qoftë se do nisemi me këtë ide, atë kujtoni mirë se si ka nisur historia e Erion Velie dhe si bitisi. Se si u shtuan rrugës. Po, si u shtuan rrugës. Është ky rasti për zonën Ballukut? Jo, them unë. Sepse Erion Velie nuk ka pasur mbështetjen asnjëherë të Edi Ramës. S'ka pasur nevojë Edi Rama të ketë nevojë për Erion Velie, se ka qenë një njerëz zgjedhur, atje kryetar bashkie nuk i është interesuar. Për më tepër shikohej si një person, domethënë një gjembaç në Partinë Socialiste. Kurse Belinda Balluku, zotërin nderuar, ka 5 vjet që firmos çdo gjë për Edi Ramën. S'firmos asnjë gjë kryeministri, edhe e dini apo s'e dini. Ka që nga 2020 që s'firmos asnjë shkres. Ka 5 vjet që firmos ajo për Edi Ramën. Dhe kur në momentin Balluku me Ahmetaj në avokat, se zëvendës kryeministre Balluku, zëvendës kryeministre Ahmetaj. Arben Ahmetaj është larguar nga qeveria se s'donte të firmosë, më zotërin nderuar. E ka thënë vetë. Nuk i the firmë Kuturu. Damian Gjiknugri është larguar nga qeveria për këtë arsye, nuk i the firmën Kuturu. A diti që Damian Gjiknugri nuk ka firmosur për aeroportin e Vlorës? Nuk ka dashur të firmosë në vëlla. Okej. Ja pa ta them. Dhe doli Belinda Balluku sepse këtu çfarë bën një femër nuk e bën 100 burra bashkë burr. Pra, se s'duhet bëj maskilist tani. Atë të keqen, ky është diskriminim pozitiv. Po, fiks kjo është, apo? Të keqen që mund të shpërthej nga një femër, 100 burra bashkë nuk e bëjnë më burr. Dhe në rastin konkret un po them, nëse shqiptarët, ata brenda dhe ata jashtë po presim me ngadhnim që zonjës Balluku do t'i ndodhin bla 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 ato që ndodhin Ilir Metës e Erion Velie, më thash, për mendimin tim ta harrojnë se s'ka ndodhur asnjë gjë. Bila ajo është duke u tallur tani me të gjithë njerëzit kur i thot po, vazhdoni flisni juve. Dhe më të mërshme fare se duhet ta mbyll këtu. Ai pat më por i thot, shkon 20 minuta përpara motra për ta mbrojtur. Motra deri dje tek vetingu Berisha, konflikt interesi dha. Po e tha Berisha ta mbyllim historinë? Jo, e tha Berisha. Po e tha Berisha. Po e tha Berisha, unë mos flasim se kam insert prandaj. Po po e tha Berisha. E thet Nardi vëlla, pse da thot Berisha? Çfarë është Berisha? Po beson Berisha më shumë. Okej, këtu e po. Dhe për më tepër domethënë, deri dje ka qenë në KPK, merr sot rrogën si antare KPK-s, sepse ata paguan 1 vit rresht pasi janë larguar. Pra, do të thotë domethënë që ata nuk mund të jenë asnjë lloj punësimi tjetër. Shkon e regjistron datën 30 tetor niptin e avokatisë, niptin e saj, pa objekt veprimtarie. Shife. Ki pa objekt veprimtarie dhe në datën 31, një ditë më vonë shkon dhe me këtu është të kapësh kokën me dorë. Ky nuk është shtet më. Kjo është Republikë Bananesh. Ora në Gujne nuk ndodhin këto. Dakor. Rezart, si e shikon?
Çfarë po ndodh me Ballukun? Nuk do merrem me këtë pjesën që u mor në ardh gjërësisht në vetë, do merrem me një fakt që është fakti pozitiv në këtë rast. Që është për mua po bin gjithë hunjtë e gardit para Zotit Rama. Domethënë ajo që mua më intereson është personi shkaktar për ndërtimin e këtij sistemi korrupsioni që ne kemi në Shqipëri. Domethënë gjithë njerëzit që janë nën Zotin Rama i kanë shërbyer atij në kohë të ndryshme, për arsye të ndryshme, për çështje të ndryshme. Dhe i vetmja mundësi që ta shëmbim të sistemin është heqim atë që e ndërton sistemin. Nuk kemi një sistem ndërtuar nga një individ apo nga dy individë. Është një sistem që ndërtohet nga maja e piramidës. Dhe në këtë rast, ajo që mua më bën optimist në vërtetërinë e Spakut pa hequr gjithë problematikës që thot Nardi, që me shumë drejt e konstaton. Por ajo që më bën optimist është fakti që po zhdukim çdo barrierë mbas cilës Zoti Rama mbrohet. Dhe unë shpresoj vetë që pavarësisht këtyre defekteve në raport me cilësinë apo me llojin e veprës penale, të arrijmë në atë pikë në cilën të marrim të kryeministrin e famshëm të Shqipërisë, që është funditës përfituesi fundor i gjithë këtyre gjërave që ndodhin në Shqipëri. Dhe ka një përfitues fundor që është kryeministri Rama. Dhe është si përfituesi fundor është ai që duhet përgjigjet pasaj dhe për të gjithë ta që i hajnë kumlla dhe dardha mbas kurrizit. Çka nuk është e vërtetë. Me rastin e zonës Balluku përfundimisht merr fund edhe alibia e ngritur që Zoti Rama të gjithë ja punojnë prapa kurrizit, se nëse ja punojnë dhe bashkëpunëtorja e tij më afërt prapa kurrizit, do të ky njeriu nuk meriton të jetë më kryeminist. Se më përpara meritonte po. Ore, Nardo, unë nuk mendoj që ai nuk e meriton, unë mendoj që është i korruptuar. Nuk ka lidhje fare me meritën. Dhe kjo është rasti shumë kështu fantastik në cilin kryeministi nuk e kupton fare se ç'ndodh në vend dhe nuk e meriton të kryeminist. Në kondicionin tim, Zoti Rama është thjesht një i korruptuar i një niveli të jashtëzakonshëm. Dhe si tillë duhet të përfundojë para drejtësisë. Dhe është vetëm një gjë pozitive që shoh në këtë rast është që fakti që gjithë gardhi mbrojtës para tij po bie, ai nuk do ketë mundësinë të shpëtojë asaj takimit pashmangshëm që ka me Spakun. Ndërkohë, avokat në Partinë Demokratike, Berisha sot dha lajmin që do ketë ndryshime të mëdha. Kemi para se Berisha të le të themi të shprehte qëndrimin e tij, kemi patur deklaratën e zotit Bujar Leskaj, pastaj kemi largimin e dorëheqjen e Adriana Kalas. Si shikon zhvillimet në Partinë Demokratike? Çka Berisha i lidhte me zhvillimet e vrullshme që po ndodhin sot edhe në politikën shqiptare. Pra duhet që Partia Demokratike të bëhet gati për shkak të zhvillimeve të mëdha që po ndodhin edhe nga, le të themi, nga ana e mazhorancës me Ballukun, Veliajin etj etj. Pse nuk ka qenë PD-ja gati? Unë di që gjithmonë ka qenë gati PD-ja. Gjithmonë PD-ja ka qenë mirë organizuar. Problemin e PD-s e ka pas se ja vjedhte votat PS, nuk është se ka pas problem PD-ja në vetvete. Dakord, po. Po të bëhemi sa do pak serioze, duhet të themi domethënë që kjo Parti Demokratike ose ky leadership më mirë duhet bëjë një mea culpa të madhe, të tërhiqet mbrapsh, të gëzoj këtë 4 vjeçar deputet Lëku dhe të mos merre më fare me Partinë Demokratike. Ky do ishte skenari më i mirë opozitar. Pra, ky leadership të tërhiqej totalisht. Leadership e ke fjalën për Berishën. Nuk e kanë thjesht për Berishën, e kanë fjalën edhe për zotin Flamur Noka, për Albana Boksi. Gjithë elitën drejtuese të PD-s. Po, absolutisht. Të 12 personat të cilët kanë drejtuar qashet, të cilët janë humbës, dhe jo dje. Të tërhiqen. Të tërhiqen. Mbajnë mandatin e deputetit si Leskaj. Po sepse nuk e heq dot njeri mandatin e deputetit. Jo, dakord, jo. Të tërhiqen nga pozita drejtuese në Partinë Demokratike. Pra ky është skenari më i mirë i mundshëm që PD-ja të vinë pushtet. Këta njerëz e kanë treguar jo një herë, jo 2 herë, por plot 10 herë në 14 vjet që janë humbës kronik. Tani në çdo vend tjetër, jo të Europës, të Afrikës, që konsiderohet sadopak demokraci, këta do kishin ikur. Se ta kanë thënë edhe herë tjetër këtu në këtë studio. 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025. Po kjo niset nga i premis që ti e konsideron humbjet PD-s, ndërkohë Partia Demokratike thotë janë zgjedhje të vjedhura. Po atëherë më është masakër elektorale me çlogjik duhet po e bëj të thjesht fare. Vetveten. Po pra, po e bëj të thjesht fare. Një skuadër futbolli
meqense futbolli është më popullor në Shqipëri, një skuadër futbolli humbet dorë për dorë. Tirana humbet derbi me Partizanin ose Anasjeltas dorë për dorë. Po mbet se arbitri nxjerr 15 kuqe çdo ndeshje. Po dakor, edhe këtë është, kështu si thua ti. Këtë kjo është si thua ti. Po atë është kur ti shkon përpara ndeshjes, i merr ca masa? Përpara se të bësh. I merr ca masa apo bësh bashk ti për t'i miratuar ato masat? Se këta janë bërë bashk. Ta u bën bashk edhe në 2015-ën, edhe në 2016-ën, edhe në 2020-ën për ndryshimet në 2021-shit, edhe në 2024 për ndryshimet në 2025. U bën bashk. A e ke fjalën për reformën zgjedhore? Po për kë e kanë fjalën? Këto janë rregullat e lojës. Kodi zgjedhor është ai që i ndan rregullat e lojës. Kur ti, le të themi, ke ngritur kartonin dhe ke bërë bashkë me to, ti ke pranuar rregullat e lojës. Po, kur u bën bashkë në atë kohë, Partia Demokratike nuk kishte as vulën, nuk kishte as siglën. Kjo domethënë është sa i kishte marrë biles. Në kohën që u bën reforma zgjedhore. Po 2024 ai kishte vulën më përse po çudit tani. 2024 i kishte marrë. Në korrik, kur bën ndryshime, në korrik. Parimisht për reformën zgjedhore u ra dakord në mars. Jo, po parimisht u ra dakord në mars. Jo, më janë korrik, u ra dakord më burr. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Në korrik janë dakord. Janë bërë në një javë. Po. Edhe këtu mos e ndryshimet, atëherë po si e shpjegon që Partia Demokratike hoqi dorë nga ai skenari i zhumshëm në parlament në atëherë ti po pyet mua dhe do të bësh domethënë pastaj gjithë pyetjet e tua. Po kjo ishte, ram dakord për të ulur. Po finalizuan, jam dakord me ty. Po palët u ulën edhe u dakordsuan. Pa ti po çfarë kohësh? Po pra, dakord. Po çfarë kur nëse ke rënë dakord, po çfarë kohësh? Ishte në këto kushte. Çfarë kushtesh më zotëri nderuar? Ti ke pas kodin e 2021-shit. Ishte asgjësuar totalisht. Po mi më le asgjësuar, ishte vdekur, e marruar dhe fundet aty. Tani okay, ke drejt ti. Tani më dëgjoj mua një sekond. Okej. 2021-shin, 2020-ën, për 2021-shin u ulën bashkë dhe bën atë kodin që bën. U hoqën koalicionin, të thash ikua histori. Gjithsesi, lista për zgjedhje nuk ishte totalisht e mbyllur, sepse dhe brenda asaj listës së mbyllur kishte garë në vetvete. Po, se ishin me emra. Me emra dhe në 2024 kur këta e kishin dhe Vulën dhe Çelsin e Driqe, Shejtanet Biri, po çat gjitha i kishin, këta e mbyllën fare. Tani për çfarë arsye e mbyllën, zotëri nderuar? Që ti jep një mundësi Ramës që të merrte 78, 83, 85, a më shumë se kaq, se kjo i jepte mundësi, ishte një lloj primi i fshehur. Për çfarë edhe? Dakor. Tani ajo që ndodhi sot, unë po e marr shumë të sinqert, po e them kështu, le të themi atë reagimin e zotit Bujar Leskaj, uroj shumë domethënë që ky të jetë si thosë puna e asaj goshtë në Nastradini, që e vari aty dhe hade hiqe pastaj atë goshtën. Është e njëjta histori, sepse Bujar Leskaj sot nuk është se ka marrë përgjegjësi vetëm për veten e vet. Pra, si drejtues qarku, ka thënë unë humba 11 maj, nuk duhet jem më aty, madje ka thënë që unë do e mbaj mandatin e deputetit në mënyrë kohore, sepse duhet që t'i hap rrugën aty e të rinjve që janë aty. E mbylla vetëm i fjali. Pse është ajo gozhë në Stradin, po them, sepse të 11 të tjeret janë tani në një siklet teorik dhe politik për ta ndjekur shembullin e këtij zotërisë. Se në rast të kundërt 11 është presion apo nuk është presion edhe për Berishën? Ai po flet për të paktën për 11. Ata që ishin drejtues qarqesh. Sepse të gjithë kanë humbur. Atëherë në rastin konkret dhe këta 11 do duhet ja. Unë nuk mjaftoj me kaq. Unë ta thash që në fjalinë e parë time dhe nuk i qëndroj gjithmonë asaj historie. Historia ime është shumë e thjeshtë. Partia leadershipi i Partisë Demokratike aktuali duhet me patjetër të largohet një herë mirë nga kjo parti dhe kjo parti të ketë mundësi që të vinë në pushtet në 2029 nëse në rast të kundërt po e bëj shumë banale historinë dhe po të them as babës, nonës, vllajës, as gruas nuk i kërkojnë dot vot më për PD-n. Binduni për këtë histori. Po, ka dy gjëra. Po ta shikosh me vëmendje, çdo gjë duket korrekte. Zoti Leskaj kërkon të largohet nga angazhimi i tij politik në PD e të tjerë dhe duket që është një merr përgjegjësi Arbër. Reflektimi i thellë. Por tani unë do të jem korrekt duke qenë që përpiqem gjithmonë të lexoj përtej asaj që duket. Koha më ka bërë të ngresh shumë pikë pyetje si gazetar. Pse tani? Pra, përse zgjedhjet u mbyllën
në 17, në 16 maj, u certifikuan dhe përse duhet Zoti Leskaj të japi pikërisht tani këtë lajm, këtë deklaratë të bujshme dhe është e para, në fakt, nga gjithë drejtuesit e tjerë të qarqeve. Mbase për shkak të daljes raportit Jo, qartazi ai e paralajm nuk është ajo. Ai e parashikon një humbje shumë katastrofale në zgjedhjet e ditës së diel, se të dielën janë zgjedhjet apo jo. Zgjedhjet e pjesëme lokale dhe në një farë mënyrë është duke larë duart me rezultatin që pritet të jetë katastrofal për PD-n në Vlorë. Pra nuk është një dorëheqje. Kandidatin e pavarur të mbështetur nga PD-ja. Po, kandidati i pavarur mbështetur nga gjithë opozita. Po. Pra, në thelb nuk është një dorëheqje që vërtet pasqyron reflektim, por është një dorëheqje për të larë duart dhe për të pastruar sadopak imazhin e tij politik që do goditet akoma më shumë ditën e diel, dhe goditjet kanë filluar që me marrjen pjesë tek protesta e UÇK-s, ku shumë demokrate e kritikuan, e sulmuan, me që tha nuk më rruhet për urdhra politik dhe kishte konsumuar pak alkool më shumë se ç'duhet me ladrovcin. Pra, unë nuk e shikoj një dorëheqje dhe një reflektim i thellë. Fakti që nuk është e tillë, kjo do ketë një efekt zinxhir negativ mendoj edhe të tjerët. Pra, nuk ka përse Gazmend Bardhi, nuk ka përse ata kanë shumë, po duke parë qasjen që ka patur zoti Leskaj, që unë mendoj që është kjo, nuk ka për të patur ndjekës. Nuk do pasohet nga Nuk do ketë ndjekës në këtë iniciativë. Dhe e dyta, edhe për çik debat me Nardin, se ti e di që unë kam qef të ngacmoj çik Nardin. Zoti Gjekmarkaj ka dalë me rezultat shumë mirë në Lezhë. Pra Lezhë është mbajtur nga PD-ja. Ja, ke gabim. Jo pra? Ke gabim. Po është mbajtur Po nga mirë, do debat me deputetësh. mua, do debat apo jo? Po më thoj numrin e deputetëve, e ka mbajtur me 2021 apo jo? Po zotëri ti po më thua mua për Lezhë e ka mbajtur. Lezhë për 100 vota mu mbi se del në 43. Okej, vazhdo atëherë. A ka mbajtur rezultatin e 2021-shit? Vazhdo. E ka mbajtur. Na. Luciano Boçi në Shkodër ka dalë aty me 2021-shin, pra nuk mund të jenë këta të dy të marrin përsipër, të largohen. Pra po të jenë një dorëheqje në grup, ndoshta po. Po pastaj nëse shkojmë në Fier, Fieri ka qenë katastrofa. Nëse shkojmë në Elbasan, lutem se nuk ta pranoj dot këtë. Nëse ti e quan fitore, prito një sekond tani apo. Se quaj unë më. Po ti pra Po ti po e mbron. Komisioni që ndori zgjedhje. 10.000 vota më pak nga 2021 dhe ti quan fitore ti qofsh. Është mbajt mandati. Unë shikoj që është mbajt mandati. Po të edhe një tjetër. 10.000 vota. E dyta. Ka vazhdo. Ka një Bashi. Për mua vazhdo. Bylluk Bashi. Tani më fal, edhe Bylluk Bashi që ka qenë i qarkut të Durrësit. Edhe Durrës është mbajtur një rezultat me zgjedhjet e kaluara parlamentare. 86. Sa vota? Po 86 për tani. Sa vota mos do të pastaj, shiko, nëse hym në vota, do të hym në zona. Nëse hym në zona, hym në QV. Nëse hym në QV, hym në ZAZ. Hajde ta bëjmë analizë. O Arbër. Arbër, në 2021 se aty, për atë flasë aty isha. Po pra. Në ajo partia e Elbasani është prit pra, katastrofë. Prit dëgjoj një sekond se e di dhe rezultati. Ajo partia e keqe që drejtohej nga Lulzim Basha në 2021. Po ka qenë shumë e mirë. Po mirë, unë po them e keqe, ka pasur një projektim, pra, secili nga ata që drejtonin qarqet kishin një tavan vota që duhet merrshin. Në Elbasan ku unë isha, Gazmend Bardhi ka pas tavanin e votave 60.000 vota. Pra nuk i kishte 5, 4, 6, 16 deputet, po i kishte 60.000 vota. Partia Demokratike mori 58.000 vota, pra 2.000 vota më pak. Tani, në 2025-ën, PD-ja ka marrë 29.000 vota o zotëri në Elbasan. Rregull. Po pra do t'i iki. Dhe e njëjta logjik është edhe për Durrësin, është edhe për Lezhën, edhe për Shkodrën, po të flas për këto se pra nga jugu po dole ani nga jugu. Pra, këtë po flasun. Por gjithsesi ata i mbajtën. Pra unë nuk mendoj që duhet largohen këto emra, jo se ka mund në një gjë me ta, kuptohemi. Po e kanë mbajtur, e kanë ruajtur deri diku. Dakor. Për mua ata që duhet të jenë dhe më keqja kush është pastaj, sepse shkojmë edhe më thellë. Zoti Agron Gjekmarkaj në kryetari i kuvendit. Bën sens. Kur shikojmë rezultatin e mandateve. Luciano Boçi nuk ka në pozicion drejtues. Bylluk Bashi nuk ka në pozicion drejtues. Shkojmë te zoti Gazmend Bardhi. Janë në kryetar PD-s ata. Ka një zoti Gazmend Bardhi, ka një rezultat katastrofal në Fier. Dhe është kreu i grupit parlamentar. Pra janë disa elementë që nuk të shkojnë. Këtu jam dakord me Nardin unë, po nuk jam tërësisht dakord në analizën e tij. Pra ka elementë që janë përjashtues. Rezart, si e shikon domethënë çfarë po parajmëron Berisha me
le të themi me lëvizjet e sotshme, me dorëheqjen e Adriana Galas, Fjera Vjen, apo me largimin e zotit Leskaj? Kam përshtypjen që asgjë ret, do të thënë pavarësisht se duken kështu sikur janë lëvizje të koordinuara, thellë janë lëvizje që bëhen për interesat personale të individëve që i bëjnë. Unë bie dakord me Arbërin për rastin e zotit Leskaj. Zoti Leskaj ka një problem në Vlorë, që është fakti që janë bërë tashmë 2 kandidatura që kanë dalë kundër kandidaturës Partisë Socialiste. Dhe është kandidatura ajo që mbron ose që mbështet Partinë Demokratike dhe është kandidaturë tjetër pavarur që shkoi si pasojë e një vendimi të kolegjit zgjedhor. Që do të thotë kishte një vullnet politik për të mos ta lejuar zotin Nika të kandidonte dhe gjasat janë dhe kjo do të jetë pastaj shkaku mendoj unë se pse zoti Leskaj po i del përpara asaj rezultatit të Vlorës është që kandidati që mbështet Partinë Demokratike dali i treti me numër votash. Si i treti? I treti. Jo i dyti, i treti. Kandidati që mbështet Partinë Demokratike në Vlorë mund të dalë i treti me vota. Dhe është kandidati i cili është sponsorizuar fuqimisht nga zoti Leskaj, si drejtuesi politik i qarkut Vlorë. Do të thotë, nëse Partia Demokratike përdori këtë formulën që nxjerrim kandidat të pavarur të cilët do t'i mbështesim, kandidati i pavarur që u nxorr për të mbështetur si kandidat i Partisë Demokratike është një person i cili është i punësuar si këshilltar ligjor i prefektit të qarkut, është një person që është i majt me bindje dhe me rrjedhë familjare dhe është sot paraqitet si kandidat i pavarur që mbështetet nga Partia Demokratike. Ndërkohë që ka dalë një kandidat tjetër që është i djathtë në princip. Dhe gjasat janë që përfundimi... Ishte ai kandidati që tha Berisha, ky është i Bashës, nuk është i Joni? Po. Kandidati që mbrojti Rezarti në prandaj atë që të them, ke konflikt interesi aty. Kështu që kam, po. Lidhe sa do pak gjuhën, kaq disha. Betejë ime mbaronte që nga momenti që filloi betejë prezidentor. Dakor, po tani ti nuk zhvishesh dot nga vestura se ti si avokat je, nuk je një qytetar i thjeshtë i kësaj. Shumë dakord që nuk jam qytetar i thjeshtë, po kjo nuk ka lidhje me rezultatin. Pra, elimërimi i rezultatit është në bazë të vesturës që ka pasur derisa erdhi në këtë studio. Këtë po dua të them. Ky është konflikti interesi që ka. Okej, po e shmang konfliktin interesi duke mbyllur këtu debatin, po unë mendoj që fakti, po ta marrim të analizojmë shkakun pse erdhi Dorëqja. Nëse do ishte një dorëqje si pasojë një analize politike që çfarë ndodhi me qarkun Vlorë, pse morëm një rezultat të tillë, kush janë fajet që ka mund si drejtues politik qarkut Vlorë, do ishte më se normale, që do të thotë ti analizon arsyet pse dhe ti jep dorëqjen nga drejtimi politik qarkut Vlorë. Dhe kjo gjë nuk bëhet 8 muaj pas zgjedhjeve, bëhet më njëherë pas zgjedhjeve, kur del rezultati, mbaron betejë politike ose juridike në raport me rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ti me shumë drejt thua që zotëri dashur, përgjegjësi kryesor për rezultatin e Vlorë jam unë dhe unë jap dorëqjen nga drejtimi politik i qarkut Vlorë. Por kjo do të nënkuptonte që ka një analizë brenda strukturave të partisë dhe si e tillë kjo do të shtrihej dhe këtë gjithë drejtuesit e tjerë politik qarqe. Dhe në rastin konkret, sa kohë që nuk ka një analizë, nuk ka një konflikt. Paremroi edhe dorëheqjen pas 2 vjetëve si deputet, no? Nuk ishte vetëm aq. Dhe paka shumë, domthon i dha le të themi argumentet që dha lidheshin me humbjen. Nëse pas 2 vjetëve do kemi zgjedhje parlamentare, çfarë kuptimi ka dorëheqja si deputet? Po pse do ta zhvlerësosh fare, domethënë aktin e Leskajt? Po fare mos do të. Po sepse ky të paktën mirë keq e bën. Kurse këta tjerët as dënjojnë më burrë, që të kuptojnë domosdoshmë që ka bërë Mërnar, më thënë unë nuk them atëre. Po ta zhvesim. Unë nuk po bëj hero këtu. Nuk dua ta bëj hero. Po ama që ka një lloj sensi ka o zotëri. Okej, jam shumë dakord me ty. Qëndron. Problemi është i tillë, më thënë, asnjë veprim nuk ndodh me pruvet. Ndodh gjithmonë në një kontekst caktuar. Nëse pse them që nëse ky zotëria do dilte në 1 shtator dhe do thosh që unë jap dorëqjen sepse vendimi ose qëndrimi, sjellja ime, drejtimi im si drejtues i qarkut politik Vlorë kanë sjell rezultatin, do të ishte veprimi më demokratik i mundshëm dhe do ta përshëndesja me të katra duar. Po prit Odirin, pra siç tha Berisha, tha do presim Odirin dhe pastaj do bëj thajmë janë do nxjerrim librin e zi të zgjedhjeve. Nëse ecëm me logjikën e Odirit, nuk duhet ta jepte dorëqjen, se Odiri ka thënë që zgjedhjet ishin pa barabarta. Jo, ky është njëri, ky është qytetar që beson domethënë tek demokracia. Pyetja ime është pse s'besojnë këta 11 të tjerë. Qytetari nuk beson ke demokracia pas raportit të Odirit, beson që fillim. Po pra, dhe thotë që zotëri dashur, për te gjithë atyre që kanë ndodhur në zgjedhje, se kjo është përgjegjësia politike. Ore pse se kanë këta 11 të tjerë më këtu? Këtë desha me ditë. Sipas mendimit tënd. Se ka as ky mo. Po e ka mos se ky e ka bërë me akt mo. Ti mund ta fshehësh aktin, mund ta fshehësh gjën, po e ka me akt mo. Unë them që nuk e ka as ky. Në rregull. E di pse do ta kishte ky. Pse?
Sepse nëse ti flet për përgjegjësinë politike, përgjegjësia politike është e tillë. Okej, Partia Socialiste i Vodit zgjedhet. Po mos do të i Vodi mo. Do të bim dakord që i Vodi. Por dhe këtu ka një por shumë të madhe. Përgjegjësia ime personale drejtues politik i qarkut Vlorë, për te gjithë asaj që kanë ndodhur në zgjedhje, është e tillë që unë jap dorëheqjen sepse rezultati është pjesërisht dhe pasojë ime. Dhe mbi të gjitha, një argument plotësues edhe unë jam me logjikën e Rezit. Jemi 5 ditë nga zgjedhjet, 6 ditë nga zgjedhjet e pjesëshme lokale. Nuk mundet kreu i qarkut, një nga qarqet më të rëndësishme të vendit, i drejtues politik, të thotë kam në ndërheqjen, sepse është një lloj braktisje e betejës politike. Dakor, ne e dim si duhet rezultati në 5 bashki. Nuk e dim Tiranë 100%, po edhe në Tiranë kemi projekcion. Po s'po i futim Tiranës, meqense nuk e dim ende. Ndoshta do dalim më vonë edhe tjerë. Por ajo që është në këtë moment nuk i shërben një partie politike, po i heq logon, po i heq emrin, Parti Demokratike, Demokristiane, ja vëmë emrin si doni ju, nuk i shërben dorëheqjen në blok e aty që janë drejtuesit e qarqeve, sepse kemi zgjedhje në Cerrik, kemi zgjedhje në Berat, kemi zgjedhje në Tepelen. Pra nuk mundet kemi në Mat, Vlora gjithashtu. Nuk e lidh arbër me nuk ka sens. Urdhër të brendshëm. Jo, absolutisht. Partia po bëhet gati për absolutisht. Berisha do ta bëj, ndoshta do ta bëj këtë veprim pasi të kaloj dhe kjo valë, të kaloj valën e zgjedhjeve, të qetësohet situata, mos i kërkohet dorëheqja atij, dhe me kismet kjo ndodh në pranverën e 2026-s. Pra nuk ndodh tani në mënyrë kategorike. S'ke asnjë arsye për të shkuar këtë nivel dorëheqjeve. Dhe nuk ka arsye. 26 në ke zgjedhje brenda partisë. Dhe nuk ka arsye sepse ti e dobëson strukturën aq më tepër që je në zgjedhje dhe ke edhe zgjedhjet e Tiranës më pas. Pra nuk mundet është logjikisht, politikisht është e gabuar. Pra i lejohet Berishës si kryetar. Jo, në këtë moment nuk i lejohet të kërkoj largimin. Okej. Nuk është momenti. Pra, ti po e marrë atë që po thua si një lloj alibie të zotit Leske për të mos marrë nesër përgjegjësinë e një humje katastrofike në Vlorë. Po e marrë kështu. Ore mund të jetë dhe thjesht përtesë, ta nuk doan më të merret me drejtim politik çfarë. S'është ai. Ora do të merret për një betejë të humbur, po kjo është e gabuar se duhet luftoj pak në betejë. Po. Jo, po duhet ta lexojmë ne se. Po e marr kështu, mo po e marr një ta lexojmë si. Pra juve po i kërkoni vendim. Neve po i kërkojmë llogari. Domethënë se pse ky zotëria po tërhiqet në momentin e pa jo, ne shkojmë arsye. Pa përshtatshëm. Po, për mua po. Lexojmë pra, po e lexojmë. Për mua po, është e papërshtatshme. Po, e papërshtatshme. Por nuk lexojmë fare faktin që Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare, shkon në 5 bashki nga 6, po në 6 bashki po themi, sepse në të 6 e kanë nxjerr kandidatët, pa kandidat të veten. Dhe nuk e lexojmë alibin e Berishës që unë s'duhet mbaj asë në një lloj. Jo, ato e kemi në xhep ne. Asi lloj alibie, kurse për Berishën nuk e themi këtë gjë neve. Kurse për Buja Leskën do ta themi këtë. Po e mbrojmë Berishën, dëgjoj. Pra, në historia, po nuk është momenti nart. Një parti politike, se ti di një politikën, më zotri. Si mundet 5 ditë para zgjedhjeve drejtuesi i qarkut thotë dhe një nga njerëzit e rëndësishëm në qark. Buja Leskën për të disa të herën krye të qarkut. Berisha më revori. Po atë pse s'duhet mas përgjegjësi ti më kur të renegati jo të ikë nga rreshi. Ai gjithmonë ashtu ka qenë. Leska gjithmonë ka qenë i jashtë rreshtit. Se detyron dot një deputet në opozitë të marrë një qendrim ose jo. Nuk ka mekanizma detyrues lideri një partie politike në opozitë. Pse se lexon si një. Ska çfarë ti bëj? Pse se lexon që PD ka hyrë në një krizë. Nuk bëhet tani. Ora po të kishte vënë po kishte vënë. Një sekondë. Ska dalë një herë. Po ka hyrë në krizë. Ska dalë një herë pas zgjedhjeve. Jo, je gabim. Deri para zgjedhjeve. Deri para zgjedhjeve parajmërohej domethënë një lloj rikuperimi që Partia Demokratike do bënte me anë të liderit saj Sali Berisha, duke qenë se ndryshoi leadership. Fakti që as me Berishën nuk është se prodhoi, përkundrazi. Domthonë shkoi edhe më poshtë në raport me 2021-shin, a e ka futur kjo, le të themi, Partinë Demokratike në një krizë të rëndë ku le të themi autoritete drejtues qarqesh të nivelit të Bujar Leskajt apo qoftë edhe Adriana Kalaj, një zë shumë i rëndësishëm në Partinë Demokratike të largohen nga Partia Demokratike? Shiko, ka një gjë. Ashtë, se tash t'ja lëm Leskajt ndërkohë që jo, s'kemi gjë. Po themi që PD-ja. Madje unë si individ kam shumë respekt për zotin Leskaj se është njerëzi që ka mendimet e tij. Dhe her pas here ka mendime totalisht ndryshe nga mendimet e partisë. Unë po gjykoj tani
ftohtë politikisht, nuk po I hy politikisht individit në fjalë. Të si një reflektim për shkak të krizës dhe spiraleve të krizës ku ka hyrë Partia Demokratike pas zgjedhjeve dhe parti politike mos largimit Berishës, mos marrjes të vendimin nga zoti Berisha. Një parti politike futet në krizë vetëm në një moment kur ka humbje zgjedhjesh në vimësi. Pra nuk nuk futesh në krizë a priori, nuk hyn në krizë tjetri. Kriza është ti nuk fiton zgjedhjet më zotri. Ti nuk ke shpresa, ti nuk ke e ardhmja. Po bën një humbje. Dhe ke humbje të fortë. Tani ne krizën e Partisë Demokratike kemi paralajmëruar gjithkohë. Dakord. Pra që kjo nuk e lidh permanente. Ikjen e Leskajt me krizën e PD-s. Jo, nuk e lidh me atë. E di pse sepse për shkak se Leskaj nuk është se u njeh sot në situatën në PD. Po më ka pritur reflektim. Pra ai e ka ditur, jo. Ai e ka ditur si ishte situata, e ka ditur dhe kjo është një situatë konstante gjithkohën. Por tani, ndoshta gjërat janë përshpejtuar, sepse do jetë një humbje shumë e fortë, shumë e rëndë mendoj unë të dielën, dhe ka larë duart sepse do të shpëtojë edhe fytyrën, se në fund ditës nuk është Leskaj përgjegjësi, që të jemi koshent. Nëse situata në Lorë është problematike, nuk është përgjegjësi e Leskajt në mënyrë direkte. Janë një sër komponentësh, elemente të tjera formulë që mos më majt përgjegjësi politike. Por ka një gjë, jo, s'është mbi gjitha, s'është një individ, është partia, është kryetari, modelin e ka përcaktuar Berisha. Dhe mos harro një gjë, është dhe historiku, PD-ja në Vlorë tani historikun e ka në minus. Nuk mund të abstrahojmë këtë formë. Jo, s'është abstrahtëgim. Bazuar në fakte kjo. Është e vërtetë që PD-ja historikun në Vlorë ka në minus. Është vërtet, por kjo nuk do të thotë që ti të vazhdosh të thellosh humbje në çdo kuti votimi. Ka një problem. Dhe nëse ka një lloj strukture që bëhet dhe ndërtohet përpara zgjedhjeve, për gjithë ne që i marrë me zgjedhje, është që ti ke një pritshmëri në raport në çdo kuti votimi. Që ti ke një rezultat paraprak që ti mendon që do marrësh. Miku im, zgjedhjet nuk fitohen në Vlorë, po zgjedhjet fitohen në Tiranë. Pra fitoria shkon nga Tirana në Vlorë, nuk shkon nga Vlora në Tiranë. A ta them një fjali unë këtu dhe pastaj vazhdojmë? Ndikon dhe shton Vlorën, po jo se ndikon Tirana dhe për Vlorë. E kam si frym, vjen nga qendra në periferi. A do më dëgjosh një fjali të lutem? Patjetër më 2 diskutime kemi. Okej. Po e bëj shumë, jo personale, po lokale gjën. Po merre me Vlorën. Unë kam qenë gjithmonë ides, mund ta kemi të gabuar, po më gjykoni, që në Shqipëri njerëzit shkojnë pas njerëzve. Pra nuk shkojnë pas partisë apo doktrinës që përbën partia në vetvete, po mos është shumë ti shkojnë pas njerëzve për të cilët ata mendojnë domethënë se janë më të mirë apo më të këqij. Pra kur ti bën listën e partisë, edhe sigurisht pushteti ka. Po kur ti bën listën e kandidatëve për deputet, atëherë që aty dhe këtë e kam nga eksperjenca, nuk ti vëren domethënë dhe thot ai qytetari thotë, po më nuk mund dalësh me këtë por tani. Ty si ta votojmë ne këtë? Okej? Qëndron. Pra, po e bëj përgjithësuese, jo në veçanti për secilin. Në rastin konkret, këta vërtet e kanë hequr në kodin zgjedhor që nuk ke nevojë fare të kesh asnjë arsimim për të bërë deputet apo kryebashkiak. Po në Shqipërinë e 2025-s, të shkosh të kandidosh për të qenë i pari i Vlorës morti. Jo i Hasit, me gjithë respektin për Hasin. Ose Cerrikun. Ose Cerrikun, me gjithë respektin për ato si zona. Po je i pari Vlorës. Vlora është qyteti i katërt në Shqipëri, për nga ashtu. Ka simbolik të fortë atje. Po si mundet ti të kandidosh ose të mbështesesh një person që është me shkollë mesme, më zotëri. Kjo artifica e kandidatit pavarur se tani, ore nuk kam as edhe një gjë, ai mund të jetë një njeri i zgjuar, ai se nuk e di as sot. Po futemi në detaje, ë? Po ai në detaje më futem. Jo, e kisha te PD-ja unë. Po bëre pa te PD-ja e kam mbështet këtë pra. Dakor, po tani për këtë po flasim or burr tani se mund të ditë. Tani nuk ka mundësi domethënë që ti në gjitha Vlorë nuk u gje ka një person i cili që paska të dhëna domethënë ne që kemi nga 1 apo nga 2 diploma neve na tipi muj këtyre. Unë nuk kandidoj në Vlorë, po e kam fjalën në përgjithësi. Dakor. Tani të bëhemi serioz. Ti themi ca të vërteta tash. Jo, ti themi dhe ta mbyllim avokat se po shkon ta mbyllim dhe e para punës, domethënë përtej kësaj veshjes propagandistike që kandidati është i pavarur, ne di fare mirë si funksionon procedura e kandidimit. Nuk ka asnjë kandidat pavarur që nuk ka bërë bisedat paraprakët, do të kandidojnë, do mbështesesh. Dhe një parti politike që pranon të mbështesë këtë lloj kandidati thotë që në fillim që ti nuk mund të mbështesësh ose të dashur. Se kjo është logjika e partisë politike. Jo çdo kandidat ti e mbështet. Ti përzgjedh ndërmjet një morie kandidatës pavarur, kandidatin që ti është më afër
Më thënë, vijes tënde politike, është më afër asaj çfarë përfaqëson si parti dhe është më afër dhe një fitore të mundshme. Tash këtu ka dalë një kandidat i pavarur që s'ka për te i gjithë pretendimeve, nuk prodhon mos zotëri dashur as politik, as figurë qytetare, nuk prodhon asgjë. Dhe partia më e madhe opozitës vendos, pranon ta mbështesë, vetëm për faktin që është pavarur. Po futëm, po stjellojmë një vendim të Partisë Demokratike për hyrje këto zgjedhje 15 lokale, ndërkohë që po thelbi kriza nuk është bujari më. Kriza është vendimi. Bujari, kjo që bën bujari sot është pasojë e një krize që ty të reflektohet në mënyrë ciklike nëpërmjet listasve që ti propozon si kandidat për deputet, në mbështetjes kandidatëve pavarur që nuk përfaqësojnë ty si parti. Dhe ti pastaj vjen dhe thënë që është kriza nuk është bujari. Bujari është reflektimi një krize që vazhdon dhe vetëm thellohet. Dhe bujari është pjesëmarrës në këtë krizë. Se bujari është një nga 12 drejtues politik qaqeve dhe ka ai që ka peshë. Ndoshta zgjidhja e bujarit është ndoshta më e mira. Ndoshta mo. Nuk e dim. Zgjidhja optimale modeli këta zotërit shkojnë dhe i thonë atij që kanë pronar partijet, thonë zotëri, ka ardhur koha që ta mbajmë të partinë mbi ujë, tikësh. Mbyllë këtu. Okej. Arbër, nëse ke një koment fundit, se po të shikoj mase që ta mbyllim se shkoj vonë. Diskutimi shkurtimisht, diskutimi është ky, nuk është ky momenti që Partia Demokratike të bëjë ndryshime kaq radikale. Momenti ishte pas zgjedhjeve dhe momenti duhet të jetë pas zgjedhjeve parlamentare. Dhe momenti që mund të ketë ndryshime duhet të jetë tashmë pas zgjedhjeve të pjesëshme lokale. Nuk mund të ketë reflektim tani, më vonë. Arbër, të falenderoj shumë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku, natën e mirë.